boxe me pushime, unë I marr kudo me vete. Kjo është nga Pharmacept, është për trupin, Hygienic Shower, dhe kjo është nga Pharmacept, Scalp Biome Soothing Shampoo, që është për kokën dhe për probleme me skalpin. E di që janë formatet të mëdhaja, por unë nuk lëviz nga shtëpia akoma dhe në hotelin më luksos të shkoj që ka këto gjonat e shtrenjta, nuk më bindin, që këtu Pharmacept. Hello, si ja kaloni, unë sa po bëra një dush, por më duhet të pastroj fytyrën time në thellësi dhe sot do përdorim për herë të parë, para jush, dy produktet e Fresiderm, The Washer dhe hidratuesi. Super efekt. Dhe tani do përdor një krem që se kam përdorur kur në jetën time, është Butulin Effect Cream. Kush e di efektin e butulinës, që e ka përdorur edhe herë tjetër, e di që është një botox. Pra ju do të ndjeni lëkurën tuaj përveç se të hidratuar dhe stretch. Se sa punë bën kjo, do ta zbuloj tani, sepse siç thash është hera ime e parë që e përdor, që kështu pres goxha benefite. A thoni se mund të jetë kremi që do më bëj të heq dorë nga botoxet, edhe pse nuk bëj shumë, bëj një herë në vit, po a e mendoni? Thank you Fresiderm, dhe tani jem futur zyrtarisht në rutinën time pastrues dhe Butulina Effect. Because it's iconic, and I love to do iconic shit. Hello, si ja kaloni, sot do provoj për herë të parë, se e kam sjellë me vete dhe nisëm pushimet e mia, këtë nga Juliette Armand, që janë pre and after. Pra, duhet përdor një herë këtë para diellit, para se të dalë në diell, dhe direkt në diell duhet përdor SPF-n, të cilat janë në version që ti kesh brenda çantës tënde. Le ta nisim mirë me këtë hidratuesin. Kjo kishe një kështu, ishe si në form gjeli, kjo është Hydra Protecting Gel. Pra, ta bën lëkurën të jetë e hidratuar në thellësi, edhe kur të vendosni SPF-n tuaj, domethënë. Dhe direkt pas kësaj vendoset SPF-ja. Dhe përdorim SPF-n si për kësaj, mirë është që të bëni pak diferent, kohore, nuk e di sa, por unë nuk kam fare kohë, se tani njerëz do thonë, jo po duhet vësh një herë këtë, të presësh thaj, zemra vogël, në plazh nuk kemi shumë hapësirë, e që kështu I vendosin të dyja bashk dhe merr doppio efekt. Ky është edhe seti, tani ky do ndodhet gjithmonë në çantën time, ne do shihemi më vonë të shoh se si është skuqur fytyra ime apo jo. Ky është parfumi the best so far për në këtë periudhë që jetoj, verën, quhet Naturel më duket, nga Yves Rocher. Dhe sikur e nxora nga kutia vet, po e ha. Që kështu Yves Rocher duhet ta di që duhet përgatisim një tjetër si kjo. Carry on, try to have fun in the meantime.